Në dhomë mbizotëron një heshtje e rënë. Toni qëndron përballë Benitës me sytë e ulur, ndërsa ajo merr frym thellë, e mbushur me zhgënjim dhe mlef të grumbulluar prej kohësh. Benita, Toni. Dëgjo mirë çfarë do të them se nuk do ta përsëris më. Ti je një mashkull i dobët. I dobët deri në palës. Jo vetëm në përballje, jo vetëm në karakter, por në çdo gjë. Toni ngrit sytë me hutim, sikur s'po e beson çfarë po dëgjon. Toni, Benita. Çfarë po flet kështu? Benita, po flas me të vërtetën, gjën e fundit që ti ke ditur ndonjëherë të thuash. Ti je gënjeshtar, Toni. Një gënjeshtar i lindur. Më ke dhënë fjalë që nuk vlejtën asgjë. Më ke premtuar ndjenja që nuk ekzistonin. Dhe e di pse? Sepse ti s'më ke dashur kurrë. Asnjë ditë të vetme. Ajo e thot këtë me një zë që dridhet midis zemërimit dhe lëndimit. Toni hap gojën të përgjigjet, por pikërisht në atë moment ndërhyn ai djali tjetër, Klodi, i cili derdh në ajër edhe më shumë të vërteta të hidhura. Klodi, e po, Toni. Ndoshta është koha të dëgjosh edhe ti pak realitet. Ashtu siç e dëgjuam ne. Toni rudh vetullat. Toni, çfarë realiteti? Klodi, ai që për ty ka qenë loj gjithçka. Se ndërkohë që pretendoje se e doje Benitën, ajo e dinte shumë mirë që ti po jetoje një gënjeshtër të përhershme. Po i thoshe fjalë asaj. Por i thoshe po të njëjtat fjalë edhe mua. Toni hap sytë i tronditur. Toni, qa po thua ore? Ti je i çmendur. Por Klodi vazhdon i qetë me një buzëqeshje të hidhur që e përplas si shuplak në mes të dhomës. Klodi, mos bëj të paditurin. Benita e di shumë mirë. Dhe unë e di shumë mirë. Ti i doje të dyja anët, atë dhe mua. Në të njëjtën kohë. I luaje si të doje vetë, gjoja i pastër, gjoja i sinqert. Ndërkohë që ishe duke mashtruar të gjithë. Benita shtrëngon grushtat, e thellon frymëmarrjen dhe një pikë loti i grumbullohet në sy, por nuk i lejon të bjerë. Benita, e dëgjove tani? Nuk kam qenë unë e çmendura. Nuk kam qenë unë ajo që e teproja. Ti ishe ai që më mbajte pezull. Ti ishe ai që